Ndonjëherë nuk është domosdoshmëri që ti të prishësh Terezin tënde dhe ti të përfshihesh emocionalisht. Duhet jemi shumë të kujdesshëm që të mbrojmë energjinë tonë. Tërhiqu, ktheu në zemër, mbyll syt, vendos duart në zemër, mbushu me frym, pyet veten. Është vërtet e rëndësishme që unë të prish Terezin time? Është vërtet kaq e rëndësishme që të përfshihem unë emocionalisht? Është vërtet kaq e rëndësishme që unë të lë gjërat e mia, planet e mia, projektet e mia? Është e vërtet kaq e rëndësishme që të bëhem unë psikologja e të gjithë të tjerëve? Ta siguroj që nuk është e rëndësishme. Thjesht çdo njeri është mësuar me këtë gjë. Njerëzit janë mësuar që ti je ajo apo ti je ai person që je i gatshëm emocionalisht, fizikisht, mendërisht, je i gatshëm të përfshihesh, të udhëheqësh, të zgjidhësh situatën, por nuk është e drejtë për ty. Gjithë secili normalja është që të merret me jetën e vet, dhe gjithë secili është normalja që të merret me emocionet e veta, ti menaxhoj emocionet e ulta. Normalja është që çdo njeri të jetë i pjekur emocionalisht dhe ta ketë atë background dhe sinqeritet me veten dhe disiplinë që të punojë me emocionet e ulta. Ta pranoj që ka trauma, ti trajtoj traumat, ta pranoj që ka mendime negative dhe ta pranoj që është toksik. Prandaj do kesh parasysh diçka. Mos lejo energjinë e njerëzve të tjerë, të atyre që përtojnë, që janë dembela, nuk duan të punojnë me veten dhe kanë gjetë rehat me jetën që bëjnë. Mos e lejo të të helmoj shpirtin. Mos e lejo të të largoj nga vetja, është shumë e rrezikshme sepse largohesh nga vetja pa e kuptuar. Largohesh nga misioni yt pa e kuptuar.